Dita ndërkombëtare e monumenteve dhe siteve arkeologjike është përkujtuar sot në qytetin e Pogradecit, ku nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Kolkoci kanë sjellë një aktivitet te jedomethënës. Ata kanë përgatitur disa mokete që pasqyrojnë sitet arkeologjike më të rëndësishme të Pogradecit, duke imituar si monumentet ashtu edhe objektet që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në vitet 70. Në qendër të këtyre punimeve ishin varret monumentale të Selcës së Poshtme, Kalaja e Pogradecit, si dhe objekte të ndryshme që ndodhen sot në Muzeun Historik të qytetit. Froseda Tola Angjellari, drejtore e muzeut, u shpreh se synimi është që edhe nxënësit e shkollave të tjera të vizitojnë këtë ekspozit, të shohin nga afër punën e bashkëmoshatarëve të tyre dhe të frymëzohen. Sipas saj, këto iniciativa janë shumë të rëndësishme për të kuptuar vlerat e jashtëzakonshme që mbar trashëgimia kulturore dhe mbase mund t'i nxisin të rinj të zgjedhin këtë fushë si një drejtim të mundshëm karriere. Sollëm disa punime në miniatur të monumenteve të ndryshme të zonës së Pogradecit apo elemente të këtyre monumenteve. Është një punë prej disa javësh që këta nxënës po bëjnë, edhe që është me të vërtet një risi dhe që ne duam që punimet e tyre ti kemi të ekspozuara jo vetëm sot me rastin e kësaj dite, por edhe në vazhdim, të paktën deri në fund të muajit prill. Qëllimi jonë është që nxënësit e shkollave të tjera jo vetëm të shohin mënyrën se si kanë punuar këto nxënës, por edhe të frymëzohen që të bëjnë edhe ata punime të tilla, po mbi të gjitha të kuptojnë vlerat e jashtëzakonshme që kanë këto monumente edhe që të përpiqen që t'i studiojnë ato. Punimet e nxënësve do të qëndrojnë të ekspozuara në muze për disa ditë, ku vizitorët do të kenë mundësi t'i shohin nga afër.